kjo skemë është bënë në mashtrimin që po përkrahet Mërgata, a në fakt po përkrahen kompanitë që shesin kerozin për me marrë 2 milion euro për shtetit. Në fakt e kisha fillu të kjo tema e fundit, e kjo 2 milionshi. Në fakt aty është mendimi imi që fshihet një skemë korruptive shumë më e madhe se që po diskutohet këto ditë. Në mashtrimin ose në tentimin për të mashtruar Mërgatën tonë se po e bëjnë kinse për të përkrahur ata financiarisht. Këtu është një skemë krejt tjetër korruptive dhe pjesërisht e konfirmoi edhe vetë Ministri i Financave në një diskutim ose një intervistë që pati para 2-3 netëve. Ai tha po e përmbledh dhe po e shpjegoj njëkohësisht. Është rrit tha çmimi i kerozinës dhe ne po japim 2 milion euro aviokompanive, aeroplanat e cilëve fluturojnë me kerozin. Pra ky është subvencionim jo i biletave, por i çmimit të kerozinës. Ju kujtohet kur rrit çmimi i naftës, ne i kërkuam kësaj qeverie që të ulë TVSH-n dhe akcizën për 1.5 milion qytetarë të këtij shteti dhe mijëra kompanive që prodhojnë këtu në Kosovë, dolën këta tha na i rrisim tatimet, qytetarët po na japin edhe më shumë vota. Ndërsa në këtë rast pra paret shkojnë nga shteti 2 milion të aviokompani dhe përfundojnë tek shitësit e kerozinës. E këtu i bëj ftesë hetuesve, prokurorëve dhe gjyqtarëve të Kosovës që ende i përgjigjen e i shërbejnë detyrës ndaj shtetit e adheut e jo presionit ndaj partisë në pushtet. Ju lutem nderuam e bëni një hetim besoj 15-30 minutësh. Cilat janë një ose dy, se s'ka më shumë. Cilat janë një ose dy kompanitë në Kosovë që shesin kerozin dhe cilat janë lidhjet e tyre me vetëvendosjen dhe njerëzit e kësaj partie. Ka që thjesht është kjo temë, unë besoj që për 15-30 minuta çdo hetues, prokuror ose gjyqtar e kupton shumë thjesht këtë skemë korruptive. Pra krejt kjo skemë është bënë në mashtrimin që po përkrahet Mërgata, a në fakt po përkrahen kompanitë që shesin kerozin për me marrë 2 milion euro për shtetit.